sot në vlogmas numër 20. Hyri 2 shqipara, nuk e besoj dot. Ka ngelur shumë pak ditë, por unë sot jam bërë gati, dita është e premte, edhe po shkoj në qendër të Athinës përsëri me Irinin, me kushurirën time, sepse sot ka një bazar, të cilin bazar e bën një youtuber shumë i famshëm këtu në Greqi, e ka emrin Fipster, edhe unë e shoh shumë, edhe çdo vit organizon një bazar në të cilin ka rroba të përdorura, edhe nga shumë brande, të cilat rrobat janë në shumë çmime të ulta, ndërkohë organizojnë edhe koncerte, domethënë sot ka edhe këngëtare dhe gjëra të tjera, edhe mezi po pres të shoh të gjitha. Sa dolëm nga bazari, edhe kam t'i them që kalova shumë bukur, e kishin organizuar shumë mirë, të tipit do desha shumë të bëj edhe unë një bazar si që kishin bërë ata, në një vend shumë të madh. Vendi në përgjithësi është shumë i bukur, sepse kjo që ishte mbrapa quheshe Zapio, edhe këtu bën në përgjithësi ekspozit me art, me gjëra të tilla të bukura, edhe përdoret edhe si muzeum shumë herë, sepse është një ndërtim i vjetër, edhe shumë i bukur. Ndërkohë kishte shumë veta që punonin brenda, të gjitha ishin në vend, asnjëri nuk i linte, domethënë kur mirje diçka, e lije prap atij që e kishe gjetur, nuk i hidhnin këtej andej. Shumë bukur, edhe çdo 2-3 orë ka edhe koncert, për shembull në orën 12 kishte koncert me një këngëtare këtu greke që quhet Anastasia, shumë e famshme. Kishte një meet and greet, një këngëtar tjetër që quhet Stan, edhe në përgjithësi kishte edhe kështu gjëra të tjera të bësh përveç robave, edhe gjithë lekët që mbledhin nga të bazarin që kanë krijuar nuk i mbajnë, i japin të gjitha në një organizim që është quhet Make a Wish, edhe është për fëmijë, edhe është diçka shumë e bukur, sidomos tani që janë festat, krishtlindjet, edhe ka fëmijë që nuk janë me fat, edhe nuk kanë një familje, një shtëpi, dhurata siç kishim ne, kështu që është realisht i jep lekët tënde për diçka, për rroba për shembull të përdorura, edhe unë gjeta një palto shumë të bukur që e mora 15 euro, do ja u tregoj pastaj, edhe e di që këto lekët do shkojnë për një qëllim të bukur e të mirë. Atëre, ju thash që parë që këtë e organizon një youtuber grek, që unë atë e ndjek, edhe më pëlqen shumë kontenti që bën, edhe ishte atje, normalit se bën ai bazarin jo vetë, me shumë brande të tjera, të gjithë bashkë e kanë krijuar këtë, me sponsora domethënë, edhe unë pash atje isha, i thosh Irinit, ere dua t'i flas, do të shkoj të bëj një foto, po kisha kaq shumë turp, nuk e kuptoni. Isha skuqur e gjitha nga lart deri poshtë, edhe vajta ti thash, je shumë i mirë të ndjek, edhe duhet të bëjmë një foto. Jo, e kishim marrë nga mbrapa ne, po, sepse Liana nuk i kishte atë guximin të shkoj ti flas. Po, bravo. Edhe shikonin atë ca rroba, edhe në një moment ai u kthe në pa në sy, edhe jo prit, e pash, unë në sy me pa dhe ai, e tani thash, o po çfarë do bëjmë tani? Duhet të flas. Vajta unë e para i thash, më fal, mundem të shqetësojmë pak. Bravo. Edhe i thashëm pastaj, re të ndjek, je shumë i mirë. Edhe isha skuqur, isha kështu, dridhesh e dora. Edhe thash, o bo, nuk e di pse vjem në kaq shumë siklet. Edhe tani e kuptoj, domethënë sa shumë turp mund të kem kur shkoj të flas me një njeri. Edhe i thash Irinit, thjesht i dash telefonin, thash, na bëj 2-3 foto, edhe do ja ule këtu foton që bëra. Unë dukem në atë foto sikur jam, domethënë nuk e di. Isha kështu. Që nuk është turp, domethënë mua kur vin njerëz dhe më flasin, ndiem shumë mirë. Edhe realisht them, mirë, okej, njerëz jemi të gjithë, edhe pse ti ke turp, edhe flas shumë rehat. Po tani që erdhi radha ime, kuptova sa siklet ndihen të tjerët. Kaq ishte eksperjenca ime dhe desha ta ndaj me ju. Po në përgjithësi kalova shumë bukur. Mua më pëlqeu. Të e bëjnë edhe nesër e pas nesër, të shtunën e të dielën në Zapio, e them prap për ju që jetoni në Athinë dhe doni të vini ta vizitoni. Unë erdha vetëm për shoqëri. Për shoqëri. S'do vija, po më shkaqe. Kalova bukur.
Edhe tani Irini po vdes për bukë, edhe unë nuk kam ngrënë asgjë e vërtet asgjë në mëngjes, edhe ka vajtur ora 2:30, edhe duhet të kërkojmë diçka të ham, mbushim barkun. Po, I agree. Jam kthyer në shtëpi, edhe deri tani po bëj editim, sa u ktheva në shtëpi hangra bukë sepse po vdisja, sepse nuk gjetëm asgjë të ham atje te qendra, duheshe të shkojmë të ecim në kam 10 minuta, 15 minuta edhe unë përtoja. Thash më mirë të shkoj në shtëpi, të ha në shtëpi. Ktheva edhe vura pak mishpule me patate të piqet në air fryer, hangra shpejt e shpejt, fillova editimin edhe prandaj ka kaluar ora. Është mbas dite edhe unë dua tani të ndrojmë prap, të shkojmë me mamin një xhiro te shtëpia e Irinit, sepse ju kam thënë që kanë bler shtëpi të re, po rinovojnë, edhe tani është në fund. Edhe më tha Irini që kemi sjell të zbukurojmë pemën. Thash të shkoj edhe unë të bëj shoqëri, të vi edhe mami të pim një kafe të shpejt andej, të shohim edhe shtëpinë si është tani që është afër te fundi, se Tezia na ka ftuar edhe në 24 që është nata para Krishtlindjeve, që të ham të gjithë bashkë të shtëpia e saj, kështu që për pak ditë duhet të përfundoj. Më tha Irini që kanë çuar gjithë rrobat që kanë, ndërkohë që thash rroba tani po shikoj dollapin tim, është në një situatë skandal. Unë një ditë duhet të ri ta organizoj këtë dollapin, sepse i kam hedhur të gjitha, nuk ka vend, janë të gjitha sikur janë recka, duhet t'i vendosim në një radhë. Por jo tani. Tani duhet vishemi që të ikim. Them ta mbaj këtë bluzën këtu të bardhën që kam veshur, edhe thjesht të vej një palë pantallona nga poshtë, sepse nga shtëpia do shkoj në një shtëpi tjetër. Xhinse për sot. Jemi gati. Je gati? Jam gati, unë po këto çizme tu do t'i mbledhësh në ditë. Nuk kam ku t'i vend, nuk kam vend. Ti jetë plera? Jo, nuk kam vend. Do të hedhim edhe këpucët. Do të hedhim Mos ke vend mos bli, mos më çmend mua. Do të hedhim 2-3 palë tëndet që të kem unë më shumë vend. Ti me ti kam të vendosura. Ti ose gjej vend tëndeve, Ma, hajde se po shkojmë për zbukurime tani, jo me këtë vibe-in. Nuk më pëlqen shumë që Jingle bell, jingle all. U të dirëm të pallash. Filluam dekorimin me pemën me të gjitha. Po, kemi një, edhe kemi edhe një të dy. Edhe mami kishte një ide Të pemën. ta vëm këtu, Nan, edhe këtë tjetër ta vëm andej. nga ana tjetër. Qa mendon? 2 pemë në shtëpi. Është ide e mirë apo jo? Fani poshtë komente. Shikoni tani, shtëpia është në këtë situatë. Më pëlqen shumë kjo që kanë bërë të televizori nga mbrapa që kanë vënë dritë me gipsosanide, me karton xhes që kanë bërë. A Bruno e ka bërë? Bruno të lumshin duart. Bruno është kushuriri. Edhe këtu lart kanë vënë drita, poshtë në tokë. Normalisht kishte parke e mbuluan sepse nuk ishte në një situatë shumë të mirë parkeja që kishte shtëpia, edhe kanë vënë laminate quhet kjo, që është si me të ngjitur. E kanë vënë nga lart, edhe prap ka këtë efektin e drurit, e parkes. Irine ka pastruar edhe dhomën e saj, ka sjell edhe gjithë rrobat, edhe më duket ka filluar i vënë për dollape. Edhe në kuzhinë, me sa kam kuptuar, i kanë sjell të gjitha. Shikoni banja që është e kompletuar, sa bukur që duket. Super cute. Ja edhe mastorët. Përshëndetje. Qa bëni sot? Qa bëni? Tu jemi të dhome e Brunos, më duket kuptohet, po mundojnë të vend tani televizora që janë këto ekrane për kompjuterin. Po shqip po vizit. Po shqip qa? Do da bëjmë këtu Las Vegas. Las Vegas. Si thoshte Bruno, fol shqip se je shqiptar. Kështu na thoshte. Po. Irini më thëtë me qeras një melomakarono. Nuk është melomakarono e thjesht, është me shije lotus. Yes. Që do me thënë me karamele, biskot. Dhe provoj. Shohim po është e mirë. Ti qa po ha? Me çokoladë të zezë. Po, E mirë. më preferuar ai me këtu. Nuk do e ha. Nuk më pëlqen. Doktor. Ne erdhëm që të zbukurojmë pemën. Ne e hapëm pemën. Por Irini kuptoi që nuk ishte marrë zbukurimet e pemës. Kishte marrë, domethënë, por ato që ishin për jashtë, për balkonin. Kështu që nuk zbukuruam, i lëm pemët atje, vazhdojnë të tjerët me pastrime në shtëpi, edhe ne do ikim. Hello. Hello. Po ikim. Po ikim. Erdha
edhe u laktu sepse është ora për advent kalendaret tonë. Ndërkohë, këtu poshtë pemës ka arritur edhe dhurata e babit që ja ka marrë motra, po nuk i ka erdhur akoma ora ta hap. Është dhuratë për Krishtlindje dhe për ditëlindje bashkë, i ka bashkuar motra tani të gjitha. Po do lem këtu që ta hap babin datën 24, 25, desha të them. Edhe unë tani do vazhdoj. Me Të dhuroj motrës, tani? e imja nuk të kam gjetur akoma se mami më thotë të marr këmish të blu, po i thash motrës që po babi nuk do doj fare këmish blu. Po. Po të me, da, ime. Ba, i ke shumë qef këmishat e gjërat, kështu kostumet. Në ndërtim puno babi, do fëmishat e kollare. Atere, do filloj sot me Ores. Edhe arritëm te data 20. Që më duket e rënd. Është serum. Okej, nice. Edhe është nga linja që më pëlqeu, që është me kosin. Është me kos grek ingredienti kryesor që ka, edhe do e përdor si kombinim me atë tjetrën. Tani në fund disi e ka rregulluar Kore, sepse ato të tjerat që më kanë nxjerr nuk ishin edhe shumë të bukura. Këtu ka rënë një top nga pema. Por unë do vazhdoj me Revolution, edhe do hap datën 20, e cila është këtu në mes fix fare. E vockël duke. Nuk e kam iden fare që mund të jetë. Tani këto, qa janë? 2 sfungjerë të vockla, mini. Janë për, mbase janë për këtë pjesën këtu, poshtë syve, kur do të vesh pudër. Mbase, nuk e kam iden fare. Nuk e di si do i përdor, po do i përdor apo po do hidhen. Por, okej, më duket të na gënjyen kësaj rate. Po s'ka gjë, njërë na del mirë kjo, njërë na del mirë tjetra. Nuk gjejmë rehat me këto advent kalendaret tona. Kështu, me këto dhuratat e mia për sot, do ju le, edhe ne do shihemi nesër.